Një ditë, Enesi radiallahu anhu tregoi këtë ngjarje me të dërguarin e Allahut. Isha I ulur me profetin alayhi selam në xhami, ndërkohë që një burr u fal, bëri ruku dhe pastaj bëri sejdë. Kur e përfundoi namazin, ai bëri këtë lutje: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. O Allahu im, unë vërtet të lutem ty, duke dëshmuar që ti je Allahu, një dhe I vetëm. Ti je absoluti, të cilit I drejtohet çdo krijesë për çdo nevojë. Nuk ke lindur kënd dhe as nuk je I lindur, dhe askush nuk është I barabartë me ty. I dërguari Allahut u kthye dhe I tha atij: I ke kërkuar Allahut duke përmendur emrin e tij më madhështor, me të cilin kushdo që lutet duke e përmendur, Allahu I përgjigjet lutjes së tij. Dhe nëse I kërkon Allahut duke përmendur atë emër, Allahu do t'ja jap atë që kërkon.